Dhe miqdashur, ne sot do të diskutojmë, sepse a jetojmë në një botë ku pushteti i pakufizuar e deformon njeriun, apo jo? Apo është presioni global, një mekanizëm, kontrolli, apo thjesht do të themi që mund të jetë realiteti i kohës sonë. Për këto dhe më shumë, do të flasim me sociologën që paralajmëruam sigurisht në fillim të emisionit, zonjën Fatjona Geci, të cilës i themi mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes Fatjona. Mirëmëngjes Valbon. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që më ndërrove në këtë rast. Sepse kështu ishte marrëveshja. Për ty ka marrë. Marrëveshja ishte e tillë, sepse dikur u takuam. Fatjona tha nuk më ke ftuar në emision, tha unë do vi te Valbon. Por unë e kam ftuar. Dhe kështu që Valbona më ftoi edhe mua. Vërtet? Jo, shumë e vërtetë. Kështu që do të flasim. Mirë, po është me vërtet kënaqësi të kemi në studio. E sidomos kur flasim për një temë, Fatjona, që unë jam e bindur që është një fenomen i pazhdukshëm, mirë po në të njëjtën kohë është edhe aq prezent në rrethin ton, sidomos për ata pushtetarët që i kemi. Unë dua të fillojmë që nga baza, apo të them nga baza e temës. E diskutuam dhe e theksuam si temë të ditës, flasim se çfarë ndodh me psiqikën e anën së individit kur ai ndjen që ka pushtet. Qoftë real apo i imagjinuar, që po ndodh shumë shpesh kohëve të fundit që imagjinojmë disa gjëra dhe pushtete. Si mendonte? Shiko, në stad të parë, realisht pushteti është një gjë njerëzore. Dëshira e njeriut për të dominuar dhe për të krijuar habitatet e sigurta është në instinktin e njeriut. Ne bëjmë gjatë gjithë kohës përpjekje për të pasur një lloj pushteti. Por në momentin që pushteti nuk balancohet nga vetdia, nga ratioja, dhe ne dalim nga kufint, nga limitet, atëherë ky lloj pushteti kthehet në një lloj sindromi. Kthehet në një lloj mekanizmi ku ne nuk dim të vendosim kufin se ku shkelim me pushtetin tonë mbi lirinë e tjetrit. Dhe realisht me kalimin e kohës, një pushtet i pa kontrolluar dhe i pa survejuar nga asnjë lloj mekanizmi tjetër, duke ja lënë vetëm individit në dorë anën morale të tij, domethënë ne ja lëm anës morale se deri ku shkon individi dhe nuk krijojmë një mekanizëm tjetër për ta frenuar, atëherë njeriu krijon një super njeri brenda vetes vet. Dhe nga diçka reale krijon një gjë surreale. Pra fillon dhe krijon një mungesë empatie të jashtëzakonshme ndaj rrethit, ndaj mjedisit, ndaj atyre të tjerëve që të dominon mbi ata. Që dominon, po nuk e di masën se deri ku e ka limitin e dominancës. A ka kufi kjo apo ishben? Shiko, duhet të kemi një element shumë të rëndësishëm. Pse shoqëria me evolimin e saj ka krijuar mënyra organizime, edhe në tribu, edhe shumë kohë më përpara. Grupacionet janë organizuar dhe kanë vendosur një të parë, një vendimmarrës. Kanë krijuar një lloj sistemi funksionimi. Pra, njeriu nuk i është lënë gjithçka në vetdijen dhe në anën e tij të moralit, po janë krijuar, shoqëria me evolimin e vet ka krijuar her pas here mekanizma për ta menaxhuar se deri ku i shkon liria dhe pushteti një individi. T'ju marr një shembull shumë thjesht. Çfarë do të ndodhte në komunikacion, sikur të mos vijeshin semafor dhe të mos kishte një sistem gjoba bashkëdënimesh, po t'ja linim të gjitha anës vetdijes dhe moralit të shoferëve. Mirë, këtu do doja të për 3 sekonda. Sigurisht që do ndodhte një katrahur, një tollovi, sepse shoqëria jonë nuk është e gatshme që të respekton ligjin, rregulloren. Njeriu është i prirur, prandaj dhe me evolimin e tij ai ka krijuar mekanizma, pra ka krijuar një organizim shtetëror, ka krijuar ligjet kanë krijuar edhe mekanizmin e dënimit me qëllim që t'ja menaxhojë njeriu këtë pjesën e asaj që ai e ndjen si pushtet të tij. Se po t'i lësh njeriu dorë të lirë në gjithçka, nuk do kishim ekzistuar. Do ishim shuar shumë kohë më përpara. Unë pak më para e diskutuam me dritorën në fillim të emisionit kur edhe paralajmëruam temën se unë mendoj që është një mes që ndodh gjithmonë tek ata pushtetarët, të cilët unë mendoj që zhvishen nga të gjitha ato karakteristika që
i kanë realet të tyre, do të thënë gjyshen dhe transformohen në një farë lloj mënyre, ndërsa ka ana tjetër unë mendoj që edhe ndryshojnë plotësisht. Si mendon ti kur një njeriu i jepet pushtet? Tash flasim për personazhe pak me ndikim global, do thoya kështu, ndoshta jo vetëm për një grupacion më të vogël. Sikurse edhe transformohen nga karakteri i tyre sepse tash kanë një post, kanë një vëmendje të hatashme, por edhe nga ana tjetër ata ndryshojnë komplet qëndjen e tyre. Valbon ka dy elemente në këtë pjesë. E para, nuk do doja të bënim këtë përgjithësimin, sepse ka edhe njerëz që kanë arritur ta menaxhojnë veten në raport me pushtetin në mënyrë të shkëlqyer, po ka një gjë. Individi më i rrezikshëm është ai njeri që jepet pushtet, jo pushtet i pamerituar, po një pushtet i pajustifikuar. Pra një njeri që është i paformuar, një njeri që nuk i ka kaluar të gjitha etapat e formimit të tij për të arritur atë stad ku është, por katapultohet dhe vendoset aty, ai nuk di të menaxhojë. Pra, unë edhe ti menaxhojmë një parashut nga një lartësi shumë e madhe, ne na pushon zemra nga frika njerë. Pra, duhet një njeri që është i përgatitur për ta vënë ato lloj lartësish. E para, pra njerëzit që janë të paformuar në karakterin e tyre, në anën intelektuale të tyre, në anën njerëzore të tyre, kur u jepet pushtet, frustracionet, boshllëqet, gjërat që s'kan arritur në jetë, komplekset, fillojnë që ti mbulojnë me petkun e pushtetit. Dhe duke qenë se më ka qelluar për një kohë shumë të gjatë, punoj edhe në media, po edhe në organizata që her pas here më ka qelluar të kem, ose edhe në institucione ku kam pasur punë me njerëz që i atribojnë vetes një pushtet të jashtëzakonshëm. Ajo e shpërfaqura me nivelin që ti konstaton në një bisedë pak më të gjatë, shkoj në dy drejtime goxha të ndryshme. Komplet zhvishit. Ndërsa, pushteti nuk, unë jam shumë dakord me atë që tha, pushteti nuk e ndryshon njeriu. Pushteti thjesht i nxjerr në pa disa tipare që s'ka pas mundësi, se po të kishte pas mundësi do i kishte nxjerr më përpara. Edhe një gjë tjetër, kur jemi tek pushteti dhe tek këto lloj individësh, kur bota ka prodhuar më shumë diktator? Nuk po t'i shkojmë shumë gjatë historisë, po rrim në përfundimin e luftës së dytë botërore. Marrim Hitlerin, marrim Stalinin, marrim edhe Enverin, megjithëse e di që këtu ka dhe Enver Dashës, në momentin që këta individ të paformuar në aspektin e rritjes personale, pra Stalini ka një histori jashtëzakonshme, ka shkuar në manastire, kanë përzënë, kanë fut në burg, ka shkuar në internim, do të thënë ka një jetë pra i paformuar. Hitleri edhe ai u përpoq të bëj piktor si arriti kurrë. Këta piktorët në politik pastaj kanë vazhduar histori të ndryshme. Enveri po u përpoq edhe ai, e çua me burs në Francë, po nuk qullosi asnjë provim. Dhe kapi pushkën, doli malit. Han diskutim dhe kjo pushka e mali Enver Hoxhës. Pra, jo të pëjt në gjmije. Gruaja është element shumë i rëndësishëm në katapultimin e një mashkulli në momentet caktuara të historisë. Në momentin që këta njerëz pa e kaluar ciklin e formimit të tyre, e pan veten, e gjetën veten në mjedise shumë të pushtetshme, pra ku e pan që të gjithu binden që ata kanë krijuar një lloj influence me hira me pa hirë, bën spastrimet e nevojshme që nuk do t'ju konkuronin atyre anën intelektuale, njerëzore etj, pra anën e të qenurit të përgatitur, dhe në momentin që e krijuan terrenin, ata filluan t'i atribonin vetes një pushtet të jashtëzakonshëm. Çfarë pushteti ka pas Stalini? Absolut. S'ke mund të marrësh frym nëse s'ka qenë miratimi i tij. Dhe të gjithë diktatorët, e përmenda Stalinin, po të gjithë diktatorët, domethënë edhe të kohëve moderne, sepse ne kemi diktatorë edhe të kohëve moderne. A kemi trashëgimtar? Padyshim që po. Por me petkun më ndryshe, dhe në forma më ndryshe. Shiko, merreni dhe studiojeni zhvillimin e historisë së njerëzimit. Mos shkoni shumë larg, por rrim te mesjeta edhe këtej. Po ti tërheqësh fillet, diku të del
një figurë frymëzuese që e ka frymëzuar këtë personazhin. Pra, duket sikur këta njerëz e frymëzojnë edhe në kohë njëri tjetrin, e rimodelojnë veten pasaj me kalimin e kohës. Po çdo etapë e zhvillimit të njerëzimit ka patur njerëz të cilët pushtetin e kanë pas si një element individual, por pushteti mund të jetë dhe shumë i mirë. Ta kalojmë dhe nga ana tjetër. Nëse pushteti bie në duar të njerëzve që kanë vetdije, që janë të përgatitur, që kanë norma morale, njerëzore, intelektuale të duhura, pushteti mund të jetë jashtëzakonisht i dobishëm. Dhe në fund të ditës ne duhet ta pranojmë edhe një gjë, se zhvillimi i njerëzimit ka ardhur dhe nga këta njerëz që kanë pasur një pushtet, që pushteti nuk është vetëm politik. Po. Pra pushteti mund të jetë në disiplina të ndryshme të zhvillimit të shoqërisë. Unë pak më parë i thash drejtoroj që më duket që shoqëria jonë do të shinte dritë në fund të tunelit në momentin kur ne pranojmë si individ që nuk kemi për një punë të përcaktuar, pikërisht nëse flasim edhe vetë për pushtetin. Sot më ofrohet mua një pozicion ku duhet udhëheq 2 persona apo 1 person. Nuk do ta zgjedhja sepse nuk e shoh veten në atë drejtim. Dhe nëse kemi njerëz të tillë, të cilët pranojnë, ndërsa nuk e pranojnë vetëm fotelën për të ulur, unë mendoj që shoqëria jonë do të ishte shumë e guximshme, mirë po në të njëjtën kohë do të ishte edhe shumë e sigurt. E di pse po qesh? Më thuaj. Sepse shoqëria jonë ka krijuar një mekanizëm të tillë, dhe më po më vjen të përqeshur se ti do ju thoje të tjerëve që, ore, më ofruan postën e ministrit, po unë nuk e ndjej veten. E di cila do ishte fjala e parë? Ti që ke idiot. Po të hëngërt mortja. Që do të thotë? Po të rënd pika, po ti që ke përgjë, do me thënë. Mentaliteti jonë, këtu në nënqëllin tonë, që e quajmë Ballkan, flasim, sepse është fenomeni përgjithshëm ky. Ndikojmë më shumë prej të tjerëve sa ti marrim vendimet pikërisht personale. Ne duhet ta pranojmë që impakti social i mjedisit ku ne jetojmë është i pashmangshëm. Ne jemi qenie sociale. Ne bashkëveprojmë me të tjerët. Por njerëzit e dobët nuk arrin të vendosin limitet e tyre se deri ku impakton rrethi. Njerëzit e fortë sigurisht që bashkjetojnë, bashkëndajnë me komunitetin e tyre, por kanë limitet e tyre që shiko, mendimi jot për mua është i vlefshëm deri në këtë pikë. Në momentin që unë gjykoj që ky mendimi jot nuk më hynë në llogaritë e mia, them faleminderit shumë, ja pa fshajrin, mund ta mbash për vete dhe ti vazhdon rrugën tënde. I keni vënë re njerëzit që janë më shumë të përgatitur. Njerëzit që janë vërtet të arrirë, janë njerëzit më modest. Pushtetin ata e kanë në autoritet. Pushtetin e kanë në atë që bëjnë. Pushtetin e kanë atë që ja ofrojnë shoqërisë, jo ja imponojnë shoqërisë. Sipas kësaj, që po nxjerr një konkluzion në veten time, pushtetarët më të mirë do të ishin ato biznesmenë të thjeshtë, të cilët kanë ngritur biznese të mëdha, sesa këta që e gjejnë të gatshëm pushtetin. Sepse ja din, domethënë në mënyrë kronologjike, e din ngritjen e tyre. Unë jam për jo vetëm bizneset, se mendoj që s'ka dhe aq shumë të tjerë. Për shembull, pak në ta që i kemi. Në kohët moderne, por në çdo dimension dhe segment shoqërisë, unë jam për t'u dhënë atyre njerëzve që në fazat e jetës ata janë ndërtuar gradualisht, sepse edhe këto duhet t'u japi mundësi. Për shembull, me që e përmendëm politikën, se politika e impakton gjithë sistemin tjetër shoqëror. Duhet t'i japë mundësi të rinjve. Jam shumë dakord. Por nuk jam dakord që ta marrim një të ri sa ka diplomu, sa ka diplomu, dhe nuk është ftohur diploma, akoma, t'i japim një post drejtues. E para, ai është lehtësisht i menaxhueshëm, lehtësisht i manipulueshëm. Ai nuk ka arritur të krijojë një eksperiencë të veten profesionale që të di ku të vendosë limitet, që pushteti i tij të jetë një pushtet real, dhe jo një pushtet i komanduar nga ata që kanë më shumë eksperiencë. Bileqet i merituar. Pra duhet, prandaj
shoqëritë kërkojnë evolucion. Në kushte të jashtëzakonshme kërkojnë revolucion, po shoqëria kërkon evolucion. Dhe jo revolucion. Të kalojmë tek personazhet që ne idolizojmë. Sepse sepse ne shumë shpesh kapemi domethënë për unë përmenda pak më parë edhe vetë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë që për shumë vite ka qenë një ndër biznesmenët më të ka qenë biznesmen i suksesshëm, i cili ka shfrytzuar edhe media për publicitet. Po, ama duhet të përmendim një gjë, ai vjen nga një traditë biznesi. Pra edhe babai i tij ka qenë biznesmen. Po pikërisht, mirë po, kjo pjesa domethënë që ne gjejmë mbështetje apo që shohim nuk di si të them karakteristika të cilat i dëshirojmë në jetë, por vjen zhgënjimi. Në shumë të në rasteve, tash nuk them për të gjithë, në shumë të në rasteve është një domethënë një ngritje dhe një zbritje kështu e menjëhershme që në hap syt pikërisht që ndodhi me dokumentat që u zbuluan të shumta të Epsteinit, domethënë një ndër pikërisht një miliarder botëror i cili ka pasur një impakt të madh në shoqëri në asaj kohë. Nuk ishte zhgënjimi, unë do thoja tek Epsteini, sa ishte zhgënjimi i mysafirëve, të ftuarve, që dikur i adhuronim për mënyrën se si u ngritën, se çfarë referenca jepnin për jetën e për të tjera, dhe pastaj hop dolën dosjet dhe u thyem nga brenda. U ballafaqua me zhgënjimin. Unë i kam parë mënyrën se si është trajtuar dhe gjëja që është proklamuar si më e rënda. Padyshim që nuk i heq asnjë presje kujtdo që ka thënë që ato pamje ishin çnjerëzore, të tmerrshme, jashtë logjikës, jashtë humanitetit, jashtë çfarëdo lloj përbërje të individit. Por ta sqarojmë një gjë, asgjë që u pa në dosje nuk ishte se njerëzimi nuk i dinte që ekzistojnë. Po e nisim nga më e tmerrshmja, nga kanibalizmi. Kanibalizmi ka ekzistuar deri në mes dy luftrat botërore, në pjesën e Rusisë, përfundoi lufta e parë botërore, bota u betua që s'do bënte kurrë një luftë të dytë për shkak të shkatrimeve të mëdha, dhe në fakt bëri një të dytë shumë shpejt, dhe mes këtij lloji tranzicioni, pra të parës dhe dytës, në zonat për shkak edhe të kushtëzimeve gjeografike, le të themi në zonat ruse ka pasur dokumentet kanibalizëm masiv. Çfarë pam tjetër? Pam abuzime me të mitur. Nuk e dim ne që ka abuzime me të mitur shumë më afër se sa në Amerikë. Nuk e dim ne që ka grupacione të caktuara biles që merren me trafikime të fëmijëve, zonat e luftës janë më të rrezikuarat pikërisht ndaj këtij fenomeni. Pam akte homoseksuale. Ne e dim që edhe ekzistojnë homoseksualët, e dim edhe aktin, nuk është në një gjë që e pam edhe u lemeritëm. Problemi është ballafaqimi me këta. Nuk është ajo që pam, problemi është nga kush e pam. Pikërisht. Dhe individi vjen në një raport thyrje me vete të tipit. Unë kam besuar që për të arritur sukses duhet të bëj sakrifica dhe më rezulton që për të arritur sukses duhet bëj kompromisa. Pra, sakrifica, që është një lloj kompromisi, pra ti vendos zgjedh një rrugë tënde, është kalon, zëvendësohet me një kompromis më madhor, që mund të jetë dinjiteti fiziku, e shumë gjëra të tjera, se çka zgjedh ti të negociosh. Amerikanët e kanë një fjalë që thonë selling your soul, ta shes shpirtin për të arritur një, domethënë kjo është një frazë e Hollywoodit, që ekziston për Hollywoodi jo vetëm tani, po edhe në etapa të tjera kanë nxjerr her pas here raste abuzimesh, ka patur aktorë për shembull regjisorë të ndryshëm. Angelina Jolie në një intervistë të shprehur që në një etapë të caktuar të karrierës së saj është detyruar që të bëjë edhe veprime, le të themi, diavolike etj, rrite të caktuara. Kjo ishte e parë dhe e dyta, nëse ne e kalojmë tek ajo që e përmendëm në fillim tek pushteti, ti ndalesh dhe mendon, një mësues i dështuar, se i tillë ishte, njëri i pa certifikuar në fakt as për të dhënë mësim, që i vieshin re që më përpara ti pare le të themi
të ngacmimeve të fëmijëve, sepse ai duke që rrinte gjatë gjithë kohës me tipare pedofilie, e gjen veten në këto mjediset e njerëzve më të pushtetshëm. Dhe ai thot, ore, kush do më dënoj mua, kur këta që mund të më dënonin, unë i kam shok. Pikërisht. E ndaj këtë eksperiencë. Dhe kur njeriu ndjen se nuk ka kush ta dënoj dhe pushteti i tij është i pamenaxhueshëm nga një forcë më e madhe se ti, S'ka ligj. Se s'ka tjetër dikush që mund ta pushton. ai denaturalizohet. Del moral. Jashtë morali aty ka dalë nga loja, po del jashtë edhe instiktit njerëzor. Se instinkti njerëzor duhet të jetë duhet të jetë mbrojtës, instikti kalon në një lloj Delirit të qartë. Kafshëror, kur e kam dëgjuar, kam thënë dëgjoj, këto që pam dhe këto që shoqëria njerëzore nuk i ka parë sot, i ka parë vazhdimisht, pra deri ku shkon makabriteti i njeriut kundrejt njeriut, po pse po shkojmë në Amerikë? Marsi dhe prilli janë muajt e përkujtesës së masakrave në Kosovë. Ja, s'ka nevojë të Kemi shkojmë. shumë të freskëta, ngjarje të cilat i kemi Për ditë. Dje kemi pas ditën e të humburve në Kosovë. Dhe në momentin që ti shef ato tortura, masakra, ti aty shef se ku arrin njeriu kur e ndjen që s'do dënohet për gjën që bën. Ku arrin makabriteti i njeriut kundrejt njeriut. Prandaj është krijuar shumë e frikshme. ose feja Që të ketë një si superfuqi mekanizëm që të kontrolli dhe vetë kontrolli, pra ideja që njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm se ka një pushtet që ai nuk e sheh, po që ekziston. Dhe nga ana tjetër, po themi këto, pjesa laike ka krijuar ligje. Sepse po të na e linte ne në vetdijen tonë në dorë, bëjmë këto që bëjmë. Pra, për të rikthyer tek dosja, ajo dosje nuk i tregoi botës fenomene të reja. Ajo dosje i shpërbeu njeriut modelet që ai i ka parë si modele reference. Shoqëria ka gjithmonë nevojë për modele suksesi, ka nevojë për modele reference, pra për histori frymëzuese, dhe ti kur shikon që ore këtë njeriu që 20 vjet e kam ditë unë për njëri të suksesshëm që ka sakrifikuar, që ka punuar fort, edhe unë e kam pas si model, dhe e shoh që realisht kompromiset e tij pas kanë qenë këto për të qenë ky që është, atëherë ti fillon ata që janë pak më të dobët, fillojnë të vendosin në... ne fillojmë të vendosim në pikpyetje vlerën. Sepse nuk dim të dallojmë më cila është vlera. Sepse nëse njerëzit që ne i kemi asociuar me vlerën që kanë kështu, atëherë cilët janë njerëzit, modelet dhe historitë vërtet të vlefshme? Unë do doja të ndalishim sepse pikërisht atë që është një temë shumë e gjerë, për cilën por e kemi edhe kohën shumë të përfisuar. Është shumë e rëndësishme ta themi se e thatë që bota nuk ka parë diçka të re, pikërisht kur flasim për pedofilin, vetëm këtë javë kemi pasur shumë raste të përdhunimeve të miturave. Unë do doja shumë që të ndash edhe neve edhe një mesazh para se të përfundojmë edhe me misionin, se çfarë po ndodh, të flasim për kombin ton, flasim për rrethin ton. Nuk jemi një shoqëri e madhe. A jemi popull i frustruar apo çfarë ndodhen me ne? Tani është e frikshme çfarë ndodh. I dërgojmë në shkollë. Referohemi më shumë, sepse ne jemi njëjti komb, njëjti popull, po kemi nga njëherë kemi nocione të ndryshme kulturore dhe morale. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe vazhdoj ta them që shoqëritë e mbyllura, konservatore, janë shoqëritë që psojnë edhe më shumë ndaq ngacmime seksuale, ndaq inceste, ndaq dhunë, të formave të ndryshme, dhunë bashkëshortore, dhunë tek fëmijët, ato që ne quajmë edhe bullizëm tani me këto, do të thënë forma të ndryshme të referuarit të tjetrit. Shiko,
ne kemi një problem esencial. Bota ka një problem esencial, ne shqiptarët kemi një problem shumë esencial. Ne kemi problem me familjen. Atë që ne kemi pas, vlerën më të madhe kombëtare. Ne themi ne kemi bërë luftra, ne kemi mbrojt identitetin tonë, etj. Të gjitha ka nisë nga familja. Të gjitha ka nisë nga familja. Nuk ka gjë më të shenjtë nga se familja. institucioni i parë më i rëndësishëm i formimit të individit pasaj të shoqërisë. Ne në këto që ne po i presupozojmë si vlerat e reja shoqërore, modernizmi, civilizimi, ne kemi hedh familjen. E di si e kemi bërë në familjen? E kemi hedh në një ring dhe kush mrin ja fut nga i boks. Droga nga një anë, ekonomia nga ana tjetër, trendet nga ana tjetër, evolucioni individual nga ana tjetër, rritja e ambicieve individuale të partnerve. Që do të thotë se po bëhemi të Dhe familjen e kemi hedh kështu dhe kush mundet i bie. Nëse nuk ndalen prindrit, ta ulin pak tempin, se ky justifikim, po unë duhet të punoj, të siguroj të është krejt normale, dhe në fundit ti duhet punosh, se detyra ke të punosh dhe të sigurosh jetën e familjes tënde, sepse ke krijuar familje. Se edhe këto 35 vjeçarë që fillojnë ankohen, po unë duhet të mbaj familje, po kur pret bësh familje ti që ta mbash atë familjen, kur dalësh pension? Është një zgjedhje që personale që e bën njerëzit. Atë fëmijën kur ta bësh, ke përgjegjësi ndaj tij. Dhe përgjegjësia ndaj fëmijës, se këtu pasaj më ndryshon dhe tonaliteti, se përgjegjësia ndaj fëmijës nuk është unë të ushqej, unë të vesh. Detyrën bën edhe që ushqen edhe që e vesh. Se ne edhe jemi rrit me këtë. Unë të ushqej, unë të vesh. A thuti se po bën namin. Detyrën tënde i duke bërë, dhe të më ushqesh dhe të më veshësh dhe vetëm ke bërë. Ti duhet më edukosh. Ti duhet më prindërosh. Ti duhet jesh njeriu më i besuar i jetës time. Baba duhet jetë mashkulli më i besuar një vajze. Nëna duhet jetë gruaja më e besuar një vajzë dhe një djali. Fëmijët, njerëzit më të besuar duhet i kenë prindrit. Nëse ti prindrit i ke frikë, ora atë fëmijën tënd kush do ta edukoj? Shkolla, jo, ti të parën duhet ta edukosh ti. Se shkolla nuk vjen të ta marrë nga materniteti. Absolutisht. E rrit ti njerë derisa bëhet për të shkuar në shkollë. E edukon ti. Dhe është përgjegjësi e jotja. Jo, ta heshtim këtë se do ne marrin vesh, do bëhen arrezil, do bëhen është më mirë bëhesh rrezil se sa ti shkoj jeta fëmijës tënd. Sepse nesër do ta gjesh fëmijën tënd o të varur, o të hedhur nga diku, dhe pastaj të rof ty që m'ja mbajt e gajlen rrezillëkut të tjerëve. Që të mos bëhesh rrezil, përgatit e fëmijën tënd për kushtet dhe për jetën në të cilën do ta nxjerrësh. Unë kërkoj shumë ndjes, sepse kohën e kemi të përfizuar. Patjetër, unë vi prapë. Tani do vi kur të më ftosh ti. Sepse na kanë mbetur shumë gjëra pa diskutuar, se si mori bota një kthes të madhe pas vitit 2001 për të diskutuar sepse kemi arritur deri këtu ku jemi. Këtë themi të shekullit të fundit, por kemi problematika që i hasim çdo ditë. Unë falenderoj shumë që jova shumë dhe mesazhet që i përçove. Më pëlqen se sa arsyeshme je. Po. Faleminderit shumë. Po. Faleminderit shumë. Dhe patjetër do të kemi sërish. Ju dëshiroj shumë suksese, jetë të gjatë, të lumtur, me shumë buzëqeshje. Shumë faleminderit. Dhe uroj që të ndodhë në shoqërinë tonë, ashtu siç po thoni ju. Që të vedisohemi një herë për gjithmonë, që ti tërheqim familjen nga ringu, dhe t'i kthejmë, t'i riedukojmë edhe një herë për fillimi dhe t'i instalojmë atje ku duhet, ku e kanë vendin. Shiko, vetëm edhe këtë të fundit. Nuk dua që familja të shikohet si një standard dhe normë shoqërore, sepse e shoh shpeshherë që njerëzit martohen vetëm sepse i ka hyrë familja mbi kokë martohen. Po duhet kur të martohen duhet të kenë një vetëdijsim se ma bëjnë atë dasmën me 350 njerëz dhe hala nuk i kena uruar trashëgime kur na thonë u divorcuan. Domethënë duhet ta martoj djalin apo djali nuk është i gati për të martuar. Faleminderit shumë, faleminderit Valbona, miq të dashur, ne këtu po japim fund emisionit. Besoj që kaluam bukur, morëm këshilla shumë të vyshme. Dhe uroj dhe shpresoj që të reflektojmë mbi këto këshilla që sapo u thanë në studio. Shihemi nesër, të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Shifemi, mirupafshim.